Në puntatën e radhës të emisionit Goca dhe Gra, një moment mori vëmendjen e të pranishmëve ku gjatë bisedës në studio u prek tema e trajnimeve motivuese që organizon Ermal Mamaqi. Teksa po shpjegonte formatin e seminarit që do të zhvilloj këtë fundjavë, Mamaqi u shpreh se ky trajnim synon t'u tregojë pjesëmarrësve mënyra për të përmirësuar cilësinë e jetës dhe marrëdhënien e tyre me veten, duke shtuar se në të marrin pjesë personazhe të njohur publik. Të shtunë dhe të diel kam një trajnim, vinë shumë personazhe VIP. Do më dëgjosh 2 ditë dhe unë do të tregoj se çfarë mund të bësh më mirë me jetën tënde, tha ai duke ia drejtuar ftesën dhe aktores së mirë njohur Ema Andrea, e cila ndodhej në panel. Por Ema zgjodhi t'i përgjigjej hapur dhe pa zbutur tonin. Me thënë të drejtën, tani e kuptova pse je në këtë situatë, je i bindur se çdo gjë që thua do të shërbejë të gjithëve. Çfarë bën në jetë kam zgjedhur vetë dhe jam e suksesshme me këtë që kam zgjedhur, kam gjëra më të rëndësishme për të bërë. Deklarata e saj krijoi një moment të reflektimi në studio duke nxitur panelin të ndërhyr për ta zhvendosur bisedën në argumentet mbi mënyrat e ndryshme të qasjes ndaj zhvillimit personal.